Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth artikullit me titull E vërteta zvdes kur, që e nisëm javën e kalume, ku autori, Shkodrani, zotni e shoqet Muka, flet për dy vese që baheshin në shoqërinë shqiptare këtu një shekull më përpara, por që me kalimin e kohës dul në pa dami i këtyre dy veseve. E para ishte alkooli. Edhe folëm aq sa folëm javën e kalume. E dyta, thot sot me shumë gëzim po mësojmë se edhe në Japoni është përgatit një projekt ligj për ndalimin e kuplarajave. Që janë kuplarajat? Kuplarat. Janë shtëpitë publike. Që janë vere verte, pra pa asnjë dyshim, të dëmshme për ekzistencën e jetës shoqërore. Tamam? Atëherë, para një shekullit, në revistën Zani i Nalt, elitat e kombit shqiptar flasin për pastrimin e shoqënisë shqiptare nga dy vese shumë të liga. Alkooli edhe imoraliteti. Edhe kjo është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme dhe është e mrekullueshme. Dhe tregon nivelin e lartë të besimit, e qytetarisë, e të njerëzillekut, të aty në burrave të urtë, me të cilët krenohemi dhe themi ata kanë kënë të parët tanë, e kanë kënë gjyshit tanë e baballarët tanë. Se çmasa ndëshkimi parashef projekt ligji në fjalë, kemi për të mujt me i marrun vesh kur të marrin formën e ligjës e ta shohim të shpallur në fletore. Mirë po, që deri dje lejohej lirisht dhe njihej për të mirën e njerëzisë, sot po konstatohet e kundërta. Ja që si këtu edhe sherifi, çfarë sherifi? Për sheriati sherifi. Del fitues. Pra, triumfon ajo çfarë ne lexojmë në Kur'anin familart, edhe në traditët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra vjen një moment që mendja e njeriut arrin me unalsu për të kuptuar atë çfarë është thënë 15 shekuj më përpara në Kur'anin familart. Dhe me vërtetu katërcifrisht se haku e vërteta është siç e thotë Zoti në Kur'an. I ngrati njeri që i duhet 15 shekuj me mrit tek një e vërtetë. Ose i ngrati njeri që i duhet një shekull, a 50 vite. Mirë po në finale i lumi ai. I lumi ai që gjithsesi udhëzohet. Se qëllimi i sherifit, pra i shariatit, e i fesë që është, me i marrë njerëzit përdore drejt udhëzimit. Fa atë që Allah Azza wa Jalla udhëzon, nuk ka kush e devion. E atë që Zoti e ka deviju, krejt bota me uqu, me ja treguar komentet, me ja lexu të vërtetën, e shef zi. Siç e shohim në shumë realitete edhe të kohës sonë. Me njerëz të caktuar, ti debaton 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë. Derë mbyllur. Por vllai thu është haram. Pse 1 2 3 4 5 10? Absolutisht. Foli kësaj. A dëgjon? Foli aty murit ku i mbështet. A dëgjon? Fa Allah Azza wa Jall na bëf të qëndrueshëm në këtë fe të mëndshme islame, thoni amin. E na rujt këtë fe të paprekun. E na bëf që me jetu në shinat e kësaj feje sa të jemi gjallë, e me u largu me faqe të bardhë. E me na dhuru Allahu subhanahu wa taala atë për cilën lutej pejgamberi alayhi salatu wasalam. Fundin e mirë, fundin e marr. E na ardh fundi i mirë. Ajo është thelbi. Ne, edhe kjo është një temë shumë e rëndësishme, imitacioni duket se na pëlqen mjaft. Pra me imitu tjerët. Me pas se çfarë bëjnë tjerët me bë edhe ne. Pra mos me kenë vetvetja. Kurse njeriu është i detyruar që të di mu rregullu në punët e tija, jo si bajnë të tjerët, por si është e si duhet me kenë e mira e tij. E në çfarë kuptimit ka, dhe thanë se po edhe në filan vend bëhet, kjo hajde ta bëjmë edhe ne. Po dhe atje
i kanë kthy shpinën në fesë, hajde ta kthejmë shpinën e fesë. Po dhe atje janë përzi, e janë zhyt në lumin e epsheve, tekave, dëshirave, hajde ta bëjmë edhe ne. Gjojë në emër të lirisë, në emër të emancipimit, në emër të rinisë, në emër të... Sa buxhete të tej mushuna shpenzohen sot për këtë lloj diskursi për cilin flet Shkodrani këtu edhe një shekull më përpara. Sa miliona harxhohen në këtë vend për çështje të kota, për aktivitete ku dominon alkooli, hashashi, qthurja, devijimi, pasojat e tyre çojnë në imoralitet e kështu me radhë. Sa? E kemi tërheqë vëmendjen disa herë për një traditë shumë të keqe edhe shumë të ligë që institucionet e këtij vendit e zhvillojnë atje tek bashkia e qytetit, tek sheshi kryesor, ku në një prej zonave më të banuara të qytetit të Shkodrës. Nuk ka verë që lagja e Parrucës nuk terrorizohet nga klithmat, e britmat, e muzika me nota të larta, e me zhurma terrorizuese për njerëzit deri në orë të vona të natës, sidomos në stinën e verës. Sa shpenzohet për atë? Po për çfarë gjanëm? Ndërkohë që ka shumë gjana jetike dhe primare për të cilat taksat e njerëzve duhen e vendos për të mbyll ato vrima e për të mbyll ato dyert të skeqes. Mirë, por nuk bëhet. Keq administrimi, e keq menaxhimi i vendit e çon shoqërinë dhe vendin në dekadencë të pariparueshme. Dhe ne kur i themi këto fjalë, se i shohun disa zelltar që kthejnë anë kënej, edhe më thonë që apo merren edhe me politik, i thash një herë një ministreshe këtu, që më shkroi një herë në lidhje me këtë, i thash që po të ishte për politikën, unë jam si thot Imam Aliu, po të jetë për politikën, unë jam më i aftë në mesin tuaj, por ne nuk merrem me politikë. Ne nuk merrem me politikë. Politika jonë është kjo. Politika jonë është feja. Politika jonë është udhëzimi i njerëzve. Politika jonë është me rujt ekuilibrat e të mirës në realitetet e përditshme. E pranoj kush e pranoj, se pranoj kush se pranoj. Është çështje jashtë vullnetit të dëshirës tonë dhe jashtë përgjegjësisë tonë. Times personalisht, e cili do prej shokëve të mi në pozitën time. Fa shumë e rëndësishme të dashurit e mi, që ato ligësi edhe prapësi që na janë vërtetu katër ciprisht, që sjellin dëm për ne dhe për rasën njerëzore, është e pafajshme që ne me i vepru dhe me thanë, po hajtë t'i bajmë provë edhe ne. Shumë e ba provë. Ka një fjalë të urtë arabe që thot, ai që provon me nxerrëb el muxherrëb, ai që provon të provumen, se kam edhe në rregull, e kam edhe në prishun. E din se helmi i gjarpnit të bandam, po ju ta provoj edhe një herë. Hafiz, a shkon kjo? O vlla, e kapit skuti kënë dhe e myt, po ju ta bëj provë se kam pi një antidota ku diun se ço. O vlla, mos u merr me të punë. Helmi të myt, ju po ta bëj provë. Bëni provë. La hawla wala quwwata illa billah. Në të rritë e sotshëm e kemi xhanë punën tepër dallash e torturas, sidomos në çështjet e fesë. Aq indiferent jemi të usjell sa s'ban vaki. Edhe po të ishim njerëz të përkryer, duhet të rezervohemi në mos. Pra me kënë pak të matun, nër problema që jo ne, por s'kan mujt t'ju agjejnë fillin ende as përparimi i shkencës, asaj i filozofisë. Në këto fjalë ka një mësim shumë të madh të dashurit e mi. E para, Allahu subhanahu wa taala urdhon në Kur'anin famëlar, se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë premtim hynor që do t'i tregoj njerëzis argumentet e tij në horizonte, e gjithandej para syve të tyne, kudo që të hedhin syt, edhe në veten e tyne, derisa të binden se ky Kur'an është hak dhe ajo që vjen nga Zoti i gjithësisë është hak. Do të thotë, ç'a e pengon njeriu në sotëm kur e sheh krejt të vërtetën përpara syve të tij. Edhe e sheh se ajo çfarë Allah Azza wa Jall porosit në Kur'anin famulart, ajo çfarë pejgamberi alayhi salatu wasallam urdhon në hadithe të shumta, është e vërteta. Ç'a e pengon njeriu në sotëm me ja sjell shpinën kotësive dhe me u drejtu nga e vërteta? Subhanallah. Ndërsa pika e dytë që ka të bëjnë me rinin për të cilën ai thotë se jemi duke u treguar shumë indiferent në hak të fesë, edhe jemi duke u marrë me çka nuk na takon në këtë kontekst. Është shumë e rëndësishme me kuptu besimtari se nuk ka gjë më të mirë se sa dija dhe sa ma i ditun që bëhet njeriu, aq ma i heshtun kthehet. Sa ma i ditun që bëhet, aq ma pak flet. Pse? Se e kupton se sa ma i ditun që bëhet, aq ma tepër kupton se sa i vogël është. Dhe sa e mrekullueshme është dija, dyert e cilës kur të hapen para syve tuaj, kupton bekimet e Allahut Azza wa Jall në te, dhe thu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sepse ka shumë gjëra që i lexojmë edhe në pamje të parë, kuptojmë diçka që në fakt është shumë larg asaj që është e vërteta. Çfarë thonë të parët tanë? Thonë se njeriu më i pavlerë është njeriu më i paditur. Dhe sa më tepër që rritet në dije, aq më tepër afrohet me Zotin e tij. Sa më tepër që afrohet në dije, aq më tepër ka shpresë që kjo dije me e marr përdore drejt asaj për cilën Allah subhanahu wa taala është razi. E pyeti Hazreti Musa alayhi salam Allahun Azza wa Jall, edhe i tha: Zoti im, kush është njeriu më i dashur për ty? Sa? I dituni që kërkon dije. I dituni që kërkon dije. Jo vetëm je i ditun, po me vazhdu me kërku dije deri në fund të jetës. Subhanallah, në një klap të vogël, ka një libër, një kryevepër të hoxhës e hoxhallarëve tanë, Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahmet pasë, ka një kryevepër me titull Vlera e dijes tek vlera e kohës tek dietarët, kemi të zemen indel ulema. Subhanallah, lexon ti në këtë kryevepër të këtij dietari të madh, për sa e sa prej të parëve tanë, prej dietarëve të shuar të këtij ummeti, që deri në frymën e fundit, e deri në grahmat e fundit janë marrë me dije, ose duke lexuar, ose duke diskutuar, ose duke marrë pyetje, duke dhënë përgjigje deri në frymën e fundit. Duke u kthyer tek kjo pika kryesore për cilën flet autori në këtë shkrim, edhe që është lajmi i gëzueshëm se në Japoni para një shekullit ka një projekt ligj për mbylljen e shtëpive publike. Mlodha disa argumente që thonë kështu: me 4 gusht të 34-s, Gazeta Besa i bënte thirrje bashkive që të kujdeseshin më shumë për mirëmbajtjen dhe kontrollin e shtëpive të kësaj. Në 34-ën, a fatkeqësi e madhe. Këtu në vendin tonë, të njohura në zhargonin popullor si kuplarat, për herë të parë në Shqipëri janë hapur nga fillimi i viteve 1930 në disa qytete, përfshin edhe këtë ku ne jemi, Zoti na rujt. Dhe aty ku përhapet zinaja, pa asnjë lloj dyshimit, ik bereqeti. Aty ku përhapet imoraliteti, pa asnjë pikë dyshimi, nuk ka më hajër në atë vend. E pa diskutueshme kjo. Prandaj duhet me bëj tobe të dashurit e mi. E njerëzit duhet me u kthy nga Zoti i gjithësisë, e me kërku falje, e me hek dorë nga ndalesat hynore. Çfarë thot në surën Isra, në ajetin 32? Wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas, imoralitetit. Nuk ka thënë mos bani zina, mos ju afroni. Ço do të thonë mos ju afro zjarrit? Ço do të thonë mos ju afro zjarrit?
Mos ju afro rujt i sanë, so i dashur. Se digjesh. Tama. Mos ju afro zinas, dhe me thanë as ato veprimet që të çojnë drejt asaj. Sot është hap dera e të keqes para gjithkujt. Me rrjete sociale, me këtë lirin e pa kontrollueshme, e të pa kontrolluar, edhe gjithkush bën çfarë të dojë si të dojë. Por këtu është madhështia e besimit edhe e frikës së Allahut azza wa jall. Zoti na ruaj nga devijimi dhe çturja. Mos ju afroni zina sepse është vepër e shëmtuar dhe rrugë e keqe. Dy cilësime i ka bërë Allahu azza wa jall. Është vepër e shëmtuar edhe rrugë e keqe. U pyet zotnia e jon alayhi salatu wasalam, se cili është gjunahu më i madh? Tha en taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yani me i ba Zotit shok ndërkohë që ai të ka kriju. Yani Allah azza wa jall të ka fal jetën, të ka fal mendjen, të ka fal kyçje. Edhe i ban shok atij. Thu po i lutem kësaj gocë, këtu është dërmani, po i lutem kësaj tavolinës, po i lutem këtij murit, po i lutem atij mimberit, po i lutem këtij robit, khair inshallah. Po i lutem atij deknit, po i lutem atij vorrit, po i lutem atij kocit, atij Allah. Me hapër pak mendjen, me shubër prej gjumit. Tamam. I thanë po pastaj, tha alayhi salatu wasalam, me myt fëmin tën nga frika e mos ushqyrjes. Dhe më thanë, nuk kam buk, nuk kam risk, nuk mushtu risku. Si ajo që ndëgjojmë sot për herë më tepër, friksimi i njerëzve me anë të materiales, i friksoj njerëzit deri në atë pikë sa që djemtë të ri dhe vajzat e reja që mendojnë për të hap një familje të re, mendohen 100 herë. A me kriju familje, a mos me kriju familje? Se me çfarë kemi me jetu? Ku kemi me jetu? Si kemi me jetu? Po kthehet gjithçka nga harami. Shtëpi me kredi, makinë me kredi, mjete me kredi, gjithçka me kredi, gjithçka me haram. Si e si ti me met i surgjënosun në vargojnë të materiales. Një fëmijë, ma mirë një mijë se një se sa një fëmijë. Allahu ekber. Pse për kështu? Frika, për cilën thot pejgamberi alayhi salatu wasallam që është prej gjunaheve më të mëdha. Frika, mos besimin në riskun, mos besimin në kaderin. Ndërkohë që Islami është diametralisht kundër edhe larg kësaj me cilën përballeshim dikur e përballemi edhe sot. Edhe e treta dhe e fundit i thanë po pastaj tha en tuzani halilet e gjarik, Zoti na ruaj. Me prek nerin e komshisë tan. Me ba imoralitet me nerin e komshisë tan, Zoti na ruaj. Prej gjunaheve më të mëdha dhe i mjafton shëmti zinas, ajo çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, se njeriu që bën zina ose konsumon alkoolin, për cilat folëm edhe javën e kaluar edhe sot, kush bën zina ose konsumon alkoolin, naza Allahu minhu al-iman, Allahu do ta hek prej tij imanin. E naza me zhgull. Siç hekim një bimë me zhgullin nga toka, ashtu ta zhgullin prej tij imanin, siç e hek njeriu thot këmishën e tij. Kur hek bluzën e këmishën, si e hek atë? I lutemi Allahu subhanahu wa taala me na udhëzoj drejt më të mirës. E më na bë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Alhamdulillahi rabbil alamin.